Edhe një pyetje të fundit e kam lënë për ata persona të cilët janë pak më të ndihshëm në gjëra të cilat kanë tartin ose të cilat mund të krijojnë një lloj refluksi ose goksim ose gjëra të tilla të cilat shkaktojnë probleme, çepa shpesh e ka edhe predispozitën e tillë ku ka një degësim të lukthit, ka ankesa të tilla. A ka persona që zguxojnë ta përdorin qepën? Tash është mirë me qenë pregaditna dhe për shkak në momentin që ushqimet kanë aciditet, që edhe qepa për shkak kur përgatitet ajo aroma dhe bëhet pak më acidike, është mirë me marrë ushqime që kanë bazë për me neutralizu pH-n, se ajo thartira, refluksi vjen për shkak ose çrregullimit që sfinkterit, atij kapakut të lukthit që i thonë kështu në gjuhën popullore, ose për shkak çrregullimit të atij, po ajo thartira është për shkak sasisë lartë të asidit që kemi. Mirë është mu neutralizu shija. Për shembull, edhe na zakonisht kuzhina familjes mundohemi neutralizu shijen. Për shembull, nëse merr qep, për shembull përgatit me orez neutralizohet. Ose për shembull, mbrapa një vogti që ke hungër qep është mirë me marrë arrore, për shembull si badem, lajthi, edhe këtu ndihmojnë me marrë atë aciditetin, për më tretë marrën atë aciditetin lëkë dhe ndikon me neutralizu. Kështu që jemi në rregull krejt mund me hongër qepën. Po, çdo zgjidhje është e natyra. Unë vetëm te preferenca e qepëve të reja, domethënë kam të preferuar edhe i përdori, tek të tjerat vetëm në gjella. Len, faleminderit shumë për këtë informacionet. Faleminderit shumë për mundësinë çdo herë. Është kënaqësi.